الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المؤمنون الحاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد Falenderojmë Allahun e madhëreshëm krijuesin tonë të plotfuqishëm. Dërgojmë salavatet dhe përshëndetjet tona, me selamet tona mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pejgamberin tonë të vrarë, të dërguarin me shijë për botrat, mësuesin tonë të gjallë, shembullin tonë ideal, i cili na mësoi gjithçka që kemi nevojë për ta adhuruar Zotin si më mirë, më drejtë, më saktë. Pashtu dërgojmë përshëndetjet tona edhe mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, po edhe mbi krejt umetin e tij, që anën bandë rruzën të kësorë, deri ditë kiametit e ndjehun këtë rrugë, për rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam, si gëzime, si lidhime, si luftë, si paqe, si pasuri, si fukarallëk, çdo situatë në çdo vend. Të nderuar besimtarë, jemi në muajin Dhul-Hijja, muaji për muajve të Zotit që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, çdo kohë, që koha që ka krijuar Zoti, dhe koha është e çmueshme, koha është e shtrenjtë, koha është shumë e vlefshme. Pra atë dhe Zoti betohet në Kur'an, wal asr, pasha kohë. Inna l-insana lafi khusr, me të vërtetë njeriu është një humbje të madhe. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Njeriu është një humbje të sigurt me përjashtim të atyre njerëzve të cilët e besojnë Zotin, edhe porositë njëri me tjetrin për vepra të mira edhe me besim. Pra, koha është e shtrenjtë dhe e çmueshme, ka vlerë zakonisht të madhe, sepse njeriu varëse çysh është shfrytëzon kohën, përfiton, ka fryt, ka domosdoshmë bereqet. E besimtarët gjithmonë, pa më parasysh sezonat e ndryshme, gjithmonë e shfrytëzon kohën në adhurim të Zotit, në përkujtim të Zotit, në respektim të fjalës së Zotit, pavarësisht ato sezone që do t'i përmendim. Prandaj edhe koha për të është e bereqetshme për besimtarin. Gjasë jep frytet e mira, e fiton faljen e Zotit, fshirjen e gjunaheve, e fiton shpërblimin e rahmetit e Zotit. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala nga mëshira e tij e pakufishme ka bu për neve që disa kohë, edhe pse koha krejt koha është e vlefshme, edhe ka bereqet, po disa kja është e bereqeti pak më shumë. E kemi pa në punë Ramazan, e kemi pa natën e Kadrit, kemi pa shumë kohë tjera, e deri ato kohë të veçanta është edhe muaji Dhul-Hijja. Muaji Dhul-Hijja sidomos edhe shqiptari i saj. Është muaj që ka vlerat e veçanta, është muaj për cilën edhe Zoti në Kur'an thotë wal fajr wa layalin ashr. Pasha agimin dhe 10 natë, ku i përkatëve pas shkolla për 10 dhjeçën e Dhul-Hijjes. Po ashtu në jetë tjetër u yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat, që Ibn Abbas thotë e përmend Zotin në ditë të caktuara, e Ibn Abbas thotë se këto ditë të caktuara janë këto 10 ditë e Dhul-Hijjes. Pra janë të vlefshme. Se thotë edhe pejgamberi selam në hadithin tjetër që transmetohet, se në hadithin që thotë Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Man 'amala fi ayyamin afdal min hadhihi al-ashr." Qalu wala al-jihad, qala wala al-jihad illa rajulun kharaja yuqatilu bi nafsihi wa malihi fa lam yajid shay'. Nuk ka ndonjë punë që është më e vlefshme të Zotit, se sa të 10 ditë. Nuk ka ndonjë punë. I thanë, ja Rasulullah, as gjihadi, pa as gjihadi. Nëse njeriu del me këtë pasurinë e tij, edhe del me trup, edhe nuk thehet me kurrë, ajo është më e vlefshme. Ndryshe, nuk ka punë tjetër që është më e vlefshme se sa puna që bëhet në këto 10 ditë të Dhul-Hijjes. Prandaj, edhe Ibn Umar radhiyallahu anhu transmeton nga ai që thonë se në hadithin e tij se nuk ka ditë më dhaja të Zotit, që edhe puna tjetë me dashur të Zotit se këto ditë,
Po fjala 10 ditë të Dhulhijhes, prandaj bëni sa më shumë, fa'aktiru fihinna. Bëni sa më tepër tehlil, të thoni la ilaha illallah, takbir, të thoni Allahu Akbar, edhe tahmid, të thoni alhamdulillah. Nuk ka punë e vlefshme që e do Zotë më shumëti, se sa në të ditë punë e mirë. Prandaj bëni sa më shumë të këtë dhikr. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, edhe lutje dhe dhikr të tjera për kujtime të shumta. Prandaj edhe përmendë se Sejdi ibn Jubair radhiyallahu anhu, i cili transmetoi këtë hadithin e Ibn Abbasit, se nuk ka punë më e mirë, edhe më e vlefshme dhe më e dashur të Zotit, sa këto ditë që bëhen, ka punë çfarë shumë punë, me çfarë shumë ibadet, gjatë tyne netëve, sa që u lutë, sa s'ka punë më me qëndru. Për ibadetit shumë gjatë tyne ditëve. Ma di njëtin Sejdi ibn Jubair nga thotë se gjatë tyne ditëve edhe netëve, mos si shumë të qira, a fjala mos si fikni drita, që të thotë rrini natën, lexoni Kur'an sa më shumë, bëni ibadet sa më shumë, faluni natën, agjëroni ditën, sepse në ditë ku dhe agjërohet të ditë dhe Dhulhijhes. Pra sa më shumë ibadet dhe adhurim, edhe mos të ikën këtë dhe të ditë e muajit të Dhulhijhes. Ibn Hajeri për predjetarët që përmanë në librën e tij, të Al-Fath Al-Bari, thotë se këto ditë e Dhulhijhes dallohen për arsye se këto ditë i mbledhin të llojet e ibadeteve. Në çdo ditë të Dhulhijhes kemi hax, kemi umra, kemi kurban, kemi sadaka, kemi namaz, kemi lexim Kur'an, kemi vizita, kemi festë, kemi krejt llojet e ibadeteve kemi këto ditë. Prandaj edhe shquhen edhe dallohen edhe me shpërblime edhe janë më të dashura te Zoti se sa ditë të tjera. Po ashtu përmend Ibn Rajab një dietar tjetër, pse Allahu xhalla xhelalu e bëri me dalluar këto 10 ditë Dhulhijhes prej të tjera ditëve, për arsye se ai nuk mund këtë kohë, e ka bërë farz, sepse muaji Dhulhijhes prej muajve të shenjtë, edhe ka bërë farz haxhin me anë këtij muaji, por nuk janë të gjithë njerëzit që kanë mundësi me shku në haxh. Si ka kushte materiale. Atëherë, por mos me largu dhe mos me privu ata nga sevapi i këtij muaji të madh, e ka bërë vlerën e këtyre 10 ditëve që edhe ata ta përjetojnë, përfitojnë ato 10 ditë. Me agjerimin e këtyre 9 ditëve të para, me prerjen e kurbanit, me respektimin e këtyre ditëve, ta kesh shpërblimin, mja përngjatë atij haxhis që ka shkuar të marrë haxh. Me përfitu dhe më edhe ata, edhe pse nuk ka mundësi më vëtu, me shku menin e shajt qabës, që është lakmije se cilët mesetar, këto momente ku haxhiton, shkojnë atje prej se cilët vend të botës, duke qëndru në vendet e shajta, duke bot tavaf, rrotullime rreth qabës, ecje, duke ritualet e haxhit, se cilët prej nesh ka lakmije dhe ëndërran s'paku njerë njët me shkuën. Por ja që gjithë nuk ka mundësi me shku, atër Allah ja dha mundësi që në sevat gjashtë me fitue edhe të prafër të marrë me të ditë në Dhulhijhes dhe ibadetet që bëhen ata. Është Ibn Taymije sa ma të fleshmir këto 10 ditë të Dhulhijhes apo 10 ditët e fundit të Ramazanit. Dhe përgjigjet duke thënë se si ditë 10 ditë të Dhulhijhes janë më të fleshme. Dërsa si net 10 netët e Ramazanit të fundit të mund janë më të fleshme. Si net në Ramazan dhe si ditë në Dhulhijhes. Prandaj shihet vlera e madhe këtyre ditëve që nuk është mirë që besimtar musliman që don Allahun dhe pejgamberin alayhis salam më i bashkë këto ditë, por mundohemi sa më shumë të shfrytëzojmë ato. E puna e parë që duhet bëhet është njeriu të përdohet sinqerisht për faljen e Zotit. Është vërtetë se secili gabon. Edhe bën gjuna. Edhe do të ikim me gjuna sa më lart. E pa me javën e kaluar ka vit që ta pikni nga mëkati sa më lart. Porosia e pejgamberit alayhis salam. Ka se gjuna e shkatron njeriu. Gjuna e mbyt njeriu. E fundos. E aprish gjithë ato veprat e njerëzve që gjuna e shkatron. Për ata sy tiki për dyne. Por Zoti na la derën qeli, sidomos në 10 ditë. Puna më e shumtë që e kënaqet Zotin është që njeriu të pendohet, kërkoj falje dhe të pendohet te Zoti. Patjetër një fillim i parë i mirë që të largohet për çështjeve të rrugës së Allah subhanahu wa taala, ato që kemi mundësi. Po ashtu, pra atë që është mirë në bo gjithë llojet e veprave. Jo me thonë është agjeroj, po dhe me agjeru dhe me fa namazën, me lexu Kur'anin, me vizitu tafën, me të nërdu për të mire, me mësu dikane, me ndaluja i keqja, haxhe, umre, kurbane, gjithë llojet që ka tjepët mundësia me mu vepra të mira, bënë, mos u kurse. Sepse këtu ka shëmbrim jashtë në shto. Kjo është porosi e kësaj dite, ku dihet se
Këtu punë që këto ditë Zotit të mos shumë të krahasim me ditët e tjera. Pashtë të interesant që përkojnë pashtë falin namaz. 5 kohë, nuk po diskutojmë vazën. 5 kohë në fazë këtë vitin. Po në të ditë po në namaz në fide, vullnetarë, shtesë, që atyre net të tyre ditëve, po dhe ditëve të më nuk prishpunë. Po sa ma shumë namaz, nga se thotë dhe pejgamberi aleyhisselam, bëni sa ma shumë sejdë. Se me qatë sejdë që e bënë ti, Allah ta ngrit një drejtë në xhenet dhe ta fshin në xhenet. Me në sejdë, cilë ti e bënë, Zotit i ngrit vlerat e tua në xhenet, shkallët e tua në xhenet, edhe ta fshin në xhenet, në xhenet që kemi plot me balkone, po vaki kemi në xhenet, po ja kemi raste tash këtu ditë begune, me na ufal ato, me na fshi ato, edhe me përfitu dhe me knaqësia e Zotit, edhe me na mshiru me rahmetin e tij të madh. Agjerimi këtyre 9 ditëve. Për ditë sa po që ka qenë ditë e diellit deri ditën natën e Bajramit, 9 ditë. Pejgamberi sa më ka agjeruar rregullisht, që tregojnë gratë e tij, sa pejgamberi sa kur se ka lënë domon agjerimin e tyre 9 ditëve. Ka agjeruar në stop, çdo herë. Edhe është bie të agjerojmë secili. Po nëse nuk kemi mundësi të agjerojmë 9 ditë me spaku ditën e Arafatit. Dita e Arafatit është dita e 9 Dhulhijhes, pra nata e Bajramit që thonë. Ajo ditë të agjerohet mostik. Për arsye se pejgamberi sa më për këtë ditë falën gjunahën e 2 viteve, një vit para dhe një vit brapa. Është vlerën e madhe, ditë ku haxhit qëndrojnë në fushën e Arafatit. Ku atë ditë duaja e besimtarëve, sidomos ata që janë në Arafat, nuk ju refuzohen. Pra ne ta shfrytëzojmë me ibadet, me agjerim, po edhe me dua edhe lutje të përkushtohemi më tepër, edhe kështu që Allah ne mundësot dhe ne pranoft. Për këtyre është haxhet dhe umra që kryet, është buku e haxhet. Se është edhe muji haxhet kryet edhe haxhet, por ndërkohë mund të kryet edhe umra në këto ditë. Për këtyre është edhe tekbiri, tehlili dhe tahmidi që përmend edhe Abdullah ibn Umeri, të thonë sa më shumë tekbirin e përgjithshëm për ditës së parë të Dhulhijhes deri në ditën e 4, po edhe tekbiri i veçantë për natës së Bajramit pas farzit sabah deri në ditën e 4 me ikindi, domthonë vazhdohet tekbiri të thuhet çdo herë. Burrat e thonë me za, e thonë vend mas, ndërsa gratë e thonë pa za, sepse zonat e tyre nuk bën dëgjuar, sidomos para burrave të huaj. Tu janë ato rregullat përgjithësi që ka bënë me muajin e Dhulhijhes, po prandaj Allahu xhaleshanu na ka lidhur edhe këto vepra të mëdha, si është krye e haxhit me festën. Tash kemi festën e Kurban Bayramit. Pejgamberi aleyhisselam është shpërnguar ditë në Medinë duke bërë festat e disa njerëz të banorë të Medinës duke festuar festa të ndryshme, i pyeti për ato, kërkoi sare, i tregua se na festojmë kështu e festojmë ata e këto. Atëherë pejgamberi aleyhissalatu wassalam thotë se Allahu ju anullon krejt festat tjera. Asnjë festë nuk po lejon përveç të 2, pra festa e Fitr Bayramit dhe festa e Kurban Bayramit. Prandaj festa është pjesë e ibadetit, pjesë e fesë. Gjithsesi vetë festa është vetë feja jote, ka se lidhet me veprat mallore të Islamit. Fitr Bayrami lidhet me agjerimin e muajit Ramazan, me sadakatul fitr. Kurban Bayrami lidhet me haxhin, lidhet me kurbanin, lidhet me këto ditë të Dhulhijhes. Prandaj një pjesë e ibadetit, është iman, është besim. Sikur se me bojë ibadete tjera, sikur se me festu. Prandaj shumë besimtarë kanë kujdes dhe nuk festojnë gjithçka, por vetëm ato që e ka leju Zoti, gjithsesi Fitr Bayramit dhe Kurban Bayramit. Dhe nuk guxojmë as në festë tjetër, nga se po na thotë dhe Zoti në Kur'an, "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Pra këto janë simbolet e Zotit, shenjat e Zotit, festat e Zotit. Dhe kush i madhëran e respekton dhe feston, ka shenjë e imanit tyre. Çfarë do të thotë se nëse feston diçka tjetër jashtë atyre dy festave, ka shenjë që ti në zemrën tonë ke smundje dhe nuk ka iman. Atë do të kemi kujdes. Pra janë festa madhore, festa që duhet të dihet atmosfera e gëzimit, dihet domon se janë finalizim i veprave madhore. Pryrja e haxhit këtë rast simbolizon domon përfundimin e kushtit për kushteve të Islamit, për 5 kushte të Islamit, pa ata është legjitimu nga Zoti kjo festë e jona, pra festa e Kurban Bayramit. Lutem Allahun e Madhreshëm që me mëshirën e Tij të pakofishme, të gjitha ato gjunahe, gabime që i kemi bërë të na fshi, të na falë ato mëkate, ato gabime, të na mëshirojë në mëshirën e Tij, të na zbutë zemrën tonë, që të këndohemi sinqerisht, dhe të kërkojmë falje sinqerisht. Përfitojmë nga këto ditë, edhe këto ditë e mbetura,
me lloje të ndryshme të ibadeteve, që në ditën e Bajramit, në rastin e faljes së namazit dhe përfundimit dhe bashkimit të zemrave tona mes veti, të priorizohet edhe me mshirimin nga ana e Zotit ndaj nesh, edhe me faljen e gjunave. Jo vetëm se kryet haxhi nga ata haxhi që shku atje, që lutem Allah t'u pranoj gjithë ato që kanë shku. Po edhe neve këto vepra tona të na e pranojnë po ashtu, kryen jo të formalisht, por kryen tamam me zemër, me shpirt, edhe të lidhin më shumë me Zotin e me këtë lidhje edhe me zveti. Allahu na mëshiroft, na bashkohet në xhenet, na fal gjithë gjunat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafur